Do si edhe nga Selit në Beograd, do thotë që diçka... Perandoria amerikane, e dashur, ka një specifik shumë të madhe, ta tregon vetë që është perandori, ta tregon vetë që do ekspansionohet, ta tregoj vetë me Maduron, just do it, tha. Po, e gjitha letrën kështu do ta lexojmë pastaj, po. Because we can, sepse ne mundemi. Mundesh, sepse është shteti më i fuqishëm i botës, është ushtria më e madhe e botës, mundet. Tani, ta pyesim Markun për diçka. Ne kemi një debat shumë të madh këtu për paqen fiskale, se jam shumë dakord me të gjitha që thuat. Tani, a mundet qeveria shqiptare të falë gjithë paratë e pista që kanë ecur, lëvizur, lëvrir, investuar në këtë vend, apo do ishte një fatalitet për Shqipërinë? Unë besoj është e rëndësishëm të kuptojmë nga vjen këta para. A janë bananat e mollat që janë shitur që nuk pagojnë taksët, është drogët, është trafikantët, janë gjërat të tjera. Po këta po lejohen dhe ndërkohë biznesi që paguan. Nëse është diçka që është lidhur me taksët, këta mund të falet. Por është rëndësishëm të gjejmë pse dole këtë problem në fillim, edhe të presim burimin e problemit. Nëse vazhdojmë edhe falim sot, duhet të falim edhe nesër, duhet të falim edhe pas nesër, kështu që nuk mbaron. Kështu që ne duhet të kuptojmë nga vjen këtë problem, edhe pastaj mund të zgjidhim situatën. Nëse ne vetëm mbyllim sytë dhe themi, okay, nuk dim që të bëjmë, do falim gjithë ju që nuk keni paguar tatimet e ty. Sepse ka pasur diçka. Ka pasur, nuk ka popull më pro-amerikan si sta shqiptarët, të pakën në Ballkan. Kemi qenë në historinë tonë, të kaluarën tonë historike, anti-amerikanë, revizionizme amerikanë, agjentura amerikane, tjera, po kemi qenë një shteti vogël i izoluar nga Bashkimi Sovjetik dhe mande Kina. Për një farë momenti, duke u përlyer politika jonë shqiptare me disa njerëz të cilët ishin të dërguar amerikanë, me pasaportë amerikane, po që nuk përfaqësonin tërë Amerikën, se Amerika është shumë e madhe për të përfaqësuar vetëm nga një person, nuk e përfaqëson dot as Donald Trumpi, sepse ka një lloj strukture dhe një organizimi me njerëz dhe me departamente aq të madh, që vinë dhe rrëzuan mitin amerikan. Një ndër ta ka qenë skandali Charles McGonigal. Juve si një shtetas amerikan, tani më i pensionuar në thonjza nga çdo veprimtari publike, për shembull, ose nga një veprimtari shtetërore, le të themi, ose biznesit që varet nga shteti. Çfarë, domethënë, kur e keni dëgjuar skandalin e Charles McGonigal, çfarë efekti ju ka dhënë juve si shtetas amerikan kur shikoni që një drejtues i FBI-s, se ne kemi bërë këtu sikur ishte Rambo, ishte thjesht i policën pension, i cili vinte vendoste gjoba. Kishte dhe është përmendur 45 herë kryeministri jon. Po. Ne në Amerikë normalisht ne themi që FBI është një nga institucionet që është më e nderuar. Kështu që kur ka dikush që është drejtor atje, edhe vjen jashtë, jo vetëm është problem që ishte përfshirë me disa gjërat pa leje, pa dokumente, se ai duhet të kishte, se ai është në burg për mos plotësimi i formularit. Nuk është në burg për pastrimin e naftës. Është në burg për mos deklarim formulare, nuk është në burg për mos deklarimin e naftës. Nuk është në burg për korrupsionet që mund të kishte bërë me oligarkët këtu, nuk është në burg me pastrimin e naftë rusisht, nuk është në burg për disa gjëra të tjera që mund të kishte bërë, por në fundit bërën një deal që ai pranoi që nuk kanë plotësuar disa formularet, duhet të ishin në New York edhe dolla këtu me disa njerëz si që është përmendur në gjykat, edhe ai pranoi të shkojë në burg, edhe FBI tha, okay, nëse pranoni këtë, nuk do ju ndjekim me këta gjëra të ndryshme. Duke bashkëpunuar me disa shqiptarë që ishin agent kinez, duke bashkëpunuar me disa shqiptarë që ishin agent rus, që është përmendur në disa raport që janë publik. Në fakt, Mark... Ja, kupton që ka ndodhur. Dëgjoj, unë e njoh shumë ndryshe këtë histori. Di që Charles McGonigal ka qenë një nga autoritetet fotografia të cilit ekzistonte në çdo institucion federal amerikan, si një nga më të përgatiturit dhe më të suksesshmit për sa i përket punës së tij. Ishte drejtori counterterrorism në New York. Bravo. Por edhe ka pas rezultate shumë të mira. Këtë e di për njerëzve që kanë punuar pranë tij. Por me të dalë në pension, sigurisht që ai pati të tjera
Korea edhe këtu ishte akoma aktiv. Ishte akoma aktiv kur erdhi. Në fillim po. Sot që flasim, Charles McGonigal shpend ka fituar lirinë e përkohshme E tha zotëria. dhe nuk qëndron ri 4 ditë në kampin dhe 3 ditë shkon në shtëpi. Kjo fal edhe dëshmisë apo bashkëpunimit që ka patur me federalet Amerikanë. Mark, unë dua të kthem pra ke pikërisht tek amnistia fiskale, tek ajo çfarë po ndodh në Shqipëri, sepse ka dhe interes të opinionit publik për ta ditur. Sot ne kemi një administratë tatimore e cila vërsulet drejt biznesit duke lëshuar gjoba të cilat janë deri diku edhe jashtë logjikës për një biznes në Shqipëri me këto lloj kushtesh ku kemi, por që i shërben qeverisë të vijë në sulm edhe ndaj këtyre bizneseve. Mediat, përveç editorialeve që bëhen shpesh janë dhe të pavarura, përballen dhe me sulmet vazhdueshme që vijnë